Rikthehemi pak tek ngjarja në gjykatën e Tiranës, miq të dashur, sigurisht edhe lirimin e protestuesve, por dhe incidenti më passhëm, një protagoniste të dorës parë kemi aty dhe hiç më pak avokatja e atyre qytetarëve, përfaqësuese ligjore e Partisë Demokratike, Eda Grimçi është me ne. Mirëmëngjes Eda. Mirëmëngjes Flavio. Një ditë me zonja avokate kjo, sidoqoftë duam të dim çfarë ndodhi fillimisht me protestuesit, cili është statusi i tyre ligjor tani më. Ata juridikisht, ligjërisht janë persona në hetim dhe masa sigurisë vendosur nga Gjykata e Tiranës është detyrim paraqitje 2 herë në muaj. Dakor. Pra duhet paraqiten pranë organit akuzës 2 herë në muaj dhe janë në dispozicion të hetimeve nëse do të rriten apo do të pyeten nga organi i akuzës. Po çfarë po hetohet tani nga gjykata dhe prokuroria? Po hetohet për kundërshtim të forcave të rendit. Prishet qetësisë publike, Flavio, në protest, kemi qenë të zhurmshëm dhe kemi bërtitur fort. Grumbullimet palishme, edhe pse ka vendim gjykatës kushtetuese që protesta është një e drejtë dhe nuk mund të konsiderohet si grumbullim i palishëm, sepse nuk është puna se duhet të japi shteti apo organet kompetente leje për të grumbulluar, ti thjesht njofton. Pra këto janë veprat penale. Dakor. Ndërkohë, shumë interesant ka qenë dhe incidenti i ndodhur në dalje. Mund ta dim si filloi? Po nis pak nga seanca. Okej. Më interesante ka qenë seanca, dhe ka qenë një seancë maraton që ka zgjatur 4 orë, sepse gjëja e parë, kërkesa procedurale e parë që ne kishim ishte se në momentin që ne do të fillonte gjyqi ne bëm një kërkesë dhe tham, a mund të jetë prezent një përfaqësi deputetësh, prej 3 deputetësh. Dhe duke qenë se ligjërisht me të drejtë seancat e masave të sigurimit janë me dyrë të mbyllura, na u mohua kjo kërkesë duke thënë që jo, për të mos u konsideruar as intimidim nga ana e deputetëve. Sepse duke patur një status edhe të posaçëm, mund të konsideroj kjo pastaj nga gojët e liga të mediave të inceneratorit si ndikim. Por në momentin që filloi seanca, brenda në seancë ishin 2 funksionarë të lartë të drejtorisë policisë Tiranë. Dhe jo më pak, po vetëm në drejtori policisë Tiranë. Dhe kërkesa e parë procedurale që kisha ishte që, duke qenë se këta janë personat që kanë bërë arrestet e palishme, këta nuk duhet të jenë në sallë. Që këtu pas ka qenë shkelje? Çfarë kërkonin aty? Sepse nëse konsiderohet prania e deputetit intimidim, po prania e agresorit çfarë do të konsiderohet? Si konsideruar? U konsiderua që janë aty për ruajtjen e rendit, megjithatë, në momentin që u tëroi gjykata, ata u larguan nga salla, në fakt dhe nuk u kthyen më. Dhe nuk kanë qenë prezent gjatë kohës që u mbajt procesi. Kërkesa e dytë procedurale ishte që kërkuam njiheshim me dosin. Ne nuk kishim asnjë provë, nuk dinim fare se për çfarë bëhej fjalë dhe çfarë kishte dosja. Sepse në momentin që kemi qenë në komisariat dhe unë vetë kam qenë në komisariatin numër 1, kam qenë me juve live, u ka ndodhur incident